Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kaluar për gjykim dosjen ndaj ish-presidentit Ilir Meta, ish-bashkëshortës së tij Monika Kryemadhi dhe 3 të pandehurve të tjerë, do të kalojë për gjykim apo jo. Gjyqtarja e seancës paraprake Irena Gjoka mbylli javën e kaluar shqyrtimin e dosjes pas një procesi 8 mujor që kur SPAK dorëzoi kërkesën për gjykim ndaj Metës dhe Kryemadhit, të dy të akuzuar për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Ajo ka rrëzuar të gjitha kërkesat e të pandehurve për pavlefshmëri dhe papërdorshmëri të provave, ndërsa tani është tërhequr për vendim nëse do të kalojë apo jo për gjykim dosjen në ngarkim të Ilir Metës, Monika Kryemadhit dhe 3 të pandehurve të tjerë. Ish-deputetja Kryemadhi hodhi akuza për sistemin e drejtësisë, duke thënë se gjithë procesi ndaj saj dhe Metës ishte një gjyq publik. Sipas saj, gjyqtarja Irena Gjoka ka vendosur në presion. Tani që çështja do shkojë në gjykim në themel, ne do kënaqemi për ditë seanca gjyqësore, do shikojmë Big Brotherin e drejtësisë. Pra ata ignorantët dhe ignorancën dhe atë mirimin qytetar që pat në kuicën e antarëve të apo lojtarëve të Big Brotherit, do ta shikojmë mirimin qytetar dhe ligjor të sistemit të drejtësisë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë harxuar mbi 140 milion euro për të sjellë një inkuizicion politik. Tani, dy gjëra që një gjë të mirë bëri gjyqtarja, që ja renditi një 10 fakte që nuk i ka bërë prokuroria. Pra, akuzohemi se kemi bërë korrupsion unë me Adrian Shapkun, por Adrian Shapkun nuk është marrë asnjëherë në pyetje. Përmendet në dosje mbi 340 herë Adrian Shapku, nuk është çuar qoftë edhe një letër porosi thjesht për të pyetur a ekziston ky njeri apo s'ekziston ky njeri. Avokati Ilir Metës Kujtim Cakrani tha se kalimi i përgjykimit dosjes ka çuar në përfundimin e procesit ligjor për Metën dhe nisjen e çështjes politike. Cakrani tha se pavarësisht se vetë gjykata ka mungesë të provave, i injoroi kërkesat e të pandehurve për t'i plotësuar, duke thënë se çështja do të shqyrtohet në themel. Gjykata i konstatoi dëshmitë që duhet të merreshin në Shqipëri, në parlamentin me parlamentarët shqiptar, të cilët gjykata i konstatoi që nga kryeministri zoti Rama dhe të gjithë ata që prononcuan, ideuan ligjin për minerat dhe shumë dëshmi të tjera. Dhe gjykata i konstatoi, po përsëri tha që duhet të merren këto në themel. Dhe prandaj them që ajo gjykat nuk u ngrit dot në lartësi që kërkonte. SPAK mbylli hetimet për dosjen Meta Kryemadhi me 28 korrik të vitit të kaluar dhe në fund të gushtit dërgoi çështjen në gjykat. Dosja përfshiun 3 hetime: çështjen CESDIA, lobimi i LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe hetimin pasuror. Nga 5 të pandehurit, i vetmi që ndodhet në burg është Ilir Meta, i arrestuar në tetor të vitit 2024. Të gjitha provat e tij për ndryshim të masës së sigurisë janë rrëzuar, përfshirë edhe një kërkesë të shqyrtuar së fundmi nga gjykata e lartë.